Rasti Veliaj. Paraburgimi RK ngrim pushtetin. Demokracia RK funksionon dh shteti HBE sikur e këshe. Në çdo demokraci funksionale europiane, pyetja që do të shtrohet sot nuk do të ishte çfarë po ndodh me rastin Veliaj. Por pse ky person nuk është më kryetar bashkie që në minutën e parë të privimit nga liria? Në Shqipëri, përkundrazi, pyetja kthehet mbrapsht. Si është e mundur që një person i ndaluar në paraburgim, nën hetim për akuza të rënda, vazhdon të mbajë de facto një nga postet më të rëndësishme ekzekutive të vendit? Kjo nuk është më çështje individuale, nuk është as thjesht juridike, është diagnostik shtetërore, sepse rasti Veliaj ka kapërcyer kufijt e një dosjeje penale. Ai është bërë pasqyrë një sistemi që prodhon pushtet të pakufizuar, imunitet politik dhe një demokraci formale, që rënohet nën peshën e hipokrizisë europiane. Paraburgimi ka ndërpret asgjë. Paraburgimi, në parim, është një masë e jashtëzakonshme. Vendoset kur ekziston dyshimi i arsyeshëm për vepra të rënda penale dhe rreziku i prishjes së provave, ndikimit mbi dëshmitarët apo përsëritjes së veprës. Në çdo vend normal, ky status shoqërohet automatikisht me pezullim nga funksioni publik, sidomos kur bëhet fjalë për një post që administron fonde, tender, leje ndërtimi, prona publike dhe interesa miliardëshe. Në Shqipëri ndodhe e kundërta. Kryetari i Bashkisë Tiranë, edhe pse i privuar nga liria për muaj me radhë, vazhdon të figurojë zyrtarisht në detyrë. Bashkia nuk shpërbëhet, zinxhiri i vendimarrjes nuk ngrin, firmat vazhdojnë të dalin, projektet ecin, interesat qarkullojnë. Kjo është paradoksi shqiptar. Paraburgimi trajtohet si një detaj personal, jo si situatë që cënon funksionimin e pushtetit publik. Kryetari i Bashkisë Qeli, Bashkia autopilot. Pyetja thelbësore është kjo: kush e drejton realisht Bashkinë e Tiranës sot? Nëse përgjigja është administrata, atëherë pranohet se kryetari është i panevojshëm. Nëse përgjigja është zëvendës kryetarët, atëherë pse nuk ka një vendim formal pezullimi? Nëse përgjigja është vetë kryetari nga paraburgimi, atëherë kemi hyrë në territorin e absurditetit institucional. Në asnjë nga rastet, nuk kemi transparencë. Një qytet me mbi 800.000 banor qeveriset në errësirë, pa llogaridhënie, pa debat publik, pa shpjegim ligjor bindës. Dhe kjo heshtje nuk është aksident, është strategji. Prezumimi i pafajësisë, alibi keqpërdoret. Autoritetet politike justifikohen me një fjalë të vetme: prezumimi i pafajësisë. Por kjo është një keqinterpretim i qëllimshëm i parimit themelor juridik. Prezumimi i pafajësisë mbrojt individin nga dënimi pa vendim gjykate. Nuk e mbron individin nga pasojat administrative dhe politike të një hetimi serioz. Në Francë, Itali, Gjermani, Holand, Danimark mjafton hapja e një procedure penale për korrupsion që një ministër, kryebashkiak apo zyrtar i lartë të jap dorëheqje menjëherë. Jo sepse është fajtor, por sepse institucioni është më i rëndësishëm se individi. Në Shqipëri, individi është gjithçka, institucioni dekor. Një dosje flet për sistemin. Hetimet ndaj Veliajt flasin për dyshime mbi abuzim me pushtetin, shpërdorim fondesh publike, përfitime të paligjshme përmes kontratave, OIF-ve apo strukturave të ndërmjetme, konflikte të mundshme interesi, krijim rrjetesh klienteliste. Këto janë akuzat më të rënda që mund t'i ngrihen një kryebashkiaku, por debati publik nuk zhvillohet mbi thelbin e tyre. Fokusin e ka marrë mbrojtja politike, propaganda, viktimizimi dhe sulmi ndaj drejtësisë. Sepse problemi nuk është vetëm Veliaj. Problemi është se Veliaj është pjesë e një modeli. Model qeverisës, korrupsion i normalizuar. Për 12 vite, Shqipëria është qeverisur nga e njëjta forcë politike, me të njëjtët njerëz që rrotullohen nga ministri në bashki, nga bashkia në parlament, nga parlamenti në agjenci, nga agjencit në kompani private dhe anasjelltas. Ky është qarkullimi i interesit, jo i elitës. Në këtë sistem, tenderët janë të paracaktuar, drejtuesit janë të pazëvendësueshëm. Përgjegjësia është virtuale, dorëheqja është akt armiqësor. Dhe kush bie jo nga etika, por nga prishja e balancave të brendshme. Drejtësia e kapur e frenuar. Dikush do të thotë, po s'pak po vepron. Por ngadalë, shumë ngadalë, dhe nën presion të jashtëzakonshëm politik, mediatik dhe ekonomik. Drejtësia shqiptare është në një pozitë të dyfisht, formalisht e pavarur, realisht e rrethuar, ku një zyrtar i lartë qëndron në detyrë edhe nga paraburgimi,
mesazhi për gjyqtarët dhe prokurorët është i qartë. Prekni individin, por jo sistemin. Europa së fasad, së standard. Qeveria shqiptare flet për Europën çdo ditë. Flamuj, slogane, kapituj, raporte. Por Europa nuk është retorik, është standard funksional. Në Europë, një kryetar bashkie, në nënhetim penal, largohet. Transparenca është detyrim, jo luks. Media nuk friksohet. Gjykatat nuk marrin sinjale politike. Shqipëria bën sikur ecën drejt Europës, ndërsa mban gjallë kulturën më anti-europiane të mundshme. Pandëshkueshmërinë e pushtetit. Europa vjen këtu, investon, përfiton, mbyll syt dhe largohet. Shqipëria mbetet me beton, borxhe dhe qytetarë që ikin. Qytetarët së spekator, të pafuqishëm. Në gjithë këtë histori, qytetari është jashtë loje. Askush nuk e pyet. A ndihesh i përfaqësuar? A beson te institucioni? A ndihesh i sigurt që parat e tua menaxhohen drejt? Qytetari shihet si numër elektoral, jo si sovran. Përgjegjësia mungon. Përgjegjësia politike në Shqipëri nuk ekziston. Askush nuk jep dorëheqje. Askush nuk kërkon falje. Askush nuk mban barën morale të pushtetit, sepse pushteti është parë si pronë personale, jo si mandat i përkohshëm. Kë është rasti Veliaj. Kë është rasti Shqipëri. Nëse një kryetar bashkie mund të qëndrojë në detyrë edhe nga paraburgimi, atëherë ligji është dekor. Demokracia është farsë. Europa është gënjeshtër. Shqipëria nuk është larg Europës për mungesë kohe. Është larg sepse ka zgjedhur të mos ndryshojë thelbin. Dhe derisa pushteti të mos ketë frikë nga ligji, derisa drejtësia të mos jetë e patrembur, derisa korrupsioni të mos jetë dënim dhe jo norm, Shqipëria do të mbetet një vend ku paraburgimi nuk e ndalon pushtetin, por vetëm e fsheh përkohësisht. Kjo nuk është demokraci europiane. Kjo është autokraci e kamufluar me fjalë të bukura.